pasi duhet kemi parasysh se ai që njeh historinë, ai që ka në dispozicion historinë, ai kontrollon të ardhmen. Nëse ne mendojmë se ka shumë që ndonjëherë shfryjmë dhe thojmë që na duhet ne që ishim, sepse shi që jemi. Pra nuk është e vërtet, është nëse ne heqim historinë tonë, heqim rrojt tona. Nëse ne nuk njohim historinë tonë, të vërtet ashtu siç është, jo siç na kanë treguar, ne është njësoj sikur të pranojmë që gjyshi jon ishte kushdo, pa ditë se vërtet çka ka bërë, pa ditë vërtet se baba jon kush ishte, na lënë pa rrojt, pa identitet, dhe një njeri pa identitet është njeri pa moralitet. Dhe një njeri pa moralitet mund të bëjë gjithçka pastaj dhe mund të gabojë. Është kontingjent shumë i lehtë për të rekrutuar në çdo xhiro, për të hyrë dhe për të shkatruar imazhin e shqiptarit, që është shumë e vështirë pastaj për ta rikuperuar. Siç e thash, jo vetëm Ankora, po